Shkojmë tek lajmi i radhës. Kush nuk di ç'të bëj, mund ndoshta të niset me udhëtimin më të gjatë në botë, i cili zyrtarisht ka nisur ditën e djeshme. China Eastern Airlines është pikërisht kompania e cila ka inauguruar fluturimin më të gjatë direkt në botë, duke lidhur Shangajin me Buenos Airesin në një udhëtim që përshkron rreth 19.631 kilometra. Linja ajrore konfirmon se koha e fluturimit arrin 25.5 orë në drejtimin Shangaj-Buenos Aires dhe mund të shkojë deri në 29 orë në kthim për shkak të erave që fryn në drejtim të kundërt. Itinerari përfshin një ndalesë teknike 2 orëshe në Auckland, në Zelandën e Re, gjatë së cilës pasagerët mund të pushojnë, por fluturimi vazhdon të konsiderohet direkt pasi nuk ka një tranzit, pra nuk ka një ndërrim avioni. Udhëtimi do të operohet nga avion në Boeing 777-300R me 2 fluturime në javë, duke vendosur një standard të ri për udhëtimet ajrore ndërkontinentale. Një udhëtim i jashtëzakonshëm, sepse është i pari i këtij lloji, nuk ka fluturime të tjera të një linje direkte për një udhëtim i cili zgjat 25.5 orë në vajtje dhe 29 orë në kthim, siç e përmendëm edhe më herët për shkak të erave të forta. Tani besoj do dalë një kompani amerikane e cila do të bëj një ndryshim të tillë, duke shfaqur një tjetër linjë e cila bëhet kështu me orar të plot, edhe pse është thuajse më shumë se sa një ditë fluturim. Nuk e di se si e përjetojnë qytetarët që do ta bëjnë këtë lloj itinerari, po kam përshtypjen ka nga ata që e shijojnë edhe ta shohin botën nga sipër.